Tani që ti bjem shkurt muhabetit, kur doja merrni pasurinë këtyre pushtetarëve tanë që na zgërdhien çdo herë më tepër në fytyrë. Se kujtojnë që na intimidojnë shumë, domethënë, po të intimidojnë këta, imagjino, zhduket intimidimi vetë. Ju, struktura e posaçme antikorrupsion, SPAK, ose pasurisë s'ja marrin dot ne, se kemi në dorë. Ne s'kemi Robin Hooda. Mirë do ishte, po më mirë të bëhet në mënyrë ligjore. Kur do vazhdoj SPAK-u, kur do e përfundoj misioni që ka nisur disa vite më parë këtu në këtë republikën tonë të katundarëve me pushtet? Kur? Shqipëria është vend shumë i vogël, dihet çdo gjë. Ku fshihet se nuk bëhet fjalë për familje aristokrate me traditë politike që kanë shumë fantazi edhe kanë shumë klasë politike apo kulturë politike që kanë klasë në fshirën e parave. Ku i fshin te gruaja, te dashnorja, te kunati, te pastrusja, kjo është niveli më i lartë, te pastrusja. Prandaj ka gjithë Shqipëri nuk i flitet me gojë se fshin sekrete të mëdha në Shqipëri. Prandaj ka përfunduar 1.3 milion, se fshin gjithë sekretet e mëdha shumë. Nuk i flitet me gojë. Prandaj ka përfunduar kaq se nuk u pastru nga spionat e sistemit të kaluar. Si spionët me spionët rinj. Si gratë, si me njëri tjetri merren, domethënë, me vajzat e spionëve me njëri tjetri merren. Gjithsesi, se kjo është temë, kjo e hapjes dosjeve është temë tjetër. Këto lekët këtyre, kur do ja merrni SPAK-u? Kur? Edhe bota është e vogël, jo më Shqipëria që është vend kaq i vogël. Dhe në botë çdo njeri që është sistem, çdo njeri që është në pushtet dihet si ka bërë lekët, kur i ka bërë, ku i ka, ku si ka. Kur do se mos flasim fjalë tuaj, kur do e përfundojmë këtë mision që ka nisur? Kur? E para kjo, e dyta. Ju, bashkëvuajtës, bashkëqytetarë dhe bashkëfshatarë, për çfarë i paguni taksa këtyre? Për çfarë paguani ju taksa me kaq shumë dëshirë? Për çfarë? Çfarë shërbimi ju ofrohet dhe ju realizohet që me kaq dëshirë paguajmë taksa? Çfarë shërbimi? Çfarë? Se ty ka 4 mandate, 70% e qeverisë është mburg për korrupsion. Tregoj që gjithë taksat janë dhënë. Për çfarë i paguni më taksa këtyre? Për çfarë? Ju pëlqejnë? Se unë si shoh dot as telefon kur ndalem përpara. Më shumë ka problem që ndalem përpara në telefon, se sa në gjë tjetër se në jetën time që jam njerëz sistemi nuk ndikojnë fare. Për çfarë i paguni më taksa këtyre? Të dashur shqiptarë, të dashur bashkëvuajtës, bashkëpatriot, bashkëqytetar, ndjes për pamjen e kuruar, se duhet dhe kuruar, këtu kam mësuar edhe pamje, kam mësuar pamje të kuruar, edhe pamje të kuruara me taksat e mia, me taksat e tuaja, edhe pamje të kuruara në administratë. Po mirë, po t'ishte kaq emancipuar këtu, se këtu dihet kush ka parate, ku fshihet, se nga që erdhën kishin parë vetëm lopën, si vajzat, si djem, dhe kur erdhën këtu duhet të nxjerrin gjithë të frustrim kulturor dhe seksual që kishin. Po mirë, kishin hapur ato burdellat edhe secili të shprehte atë lirinë seksuale që të flisin pak për revolucion seksual. Po ç'a emancipimi këtu? Gruaja, të drejtat e gruas, por prandaj nuk ka drejta gruaja këtu se pastrojnë gjithë lekët e dashnorëve, prandaj s'ka drejta gruaja këtu. Ku? Iniciativa lirë këtu shtypet. Keni parë një grua ju të nisi një iniciativë, një ide nga iç Shqipëri? Jo. Keni parë ndonjë? Ka, domethënë ka, po janë tralla. Nuk është kështu emancipimi, dash, nuk funksionon kështu shoqëria, kjo është shëmtie. Kjo është karikaturë, kjo nuk është shoqëri. Së shoqëri kjo fare. Nuk është shoqëri kjo fare. Gocat e spionëve se pastaj duhet të emancipoheshin, do të jenë me gangstera me prona. Keni parë një gangstera me prona jo?
Keni pa njerë? Keni dëgju njerë? Po nuk me filma, keni dëgju njerë? Se me që e parit me filmat e Hollywoodit. Keni pa njerë këshu loju? Që ta? E njerë tani ju shqiptarët e mi dashur. Do ngriheni apo nuk do ngriheni, më vlla? Jo, u lënduan policët se dalin këta në fustan. U lënduan policët, se që janë policët? Balerina janë policët, po policët ku nuk janë trajnuar të durin presion për kaq pak, po për që janë policët? Për që janë anë atë uniform? Se janë bërë gjithë policët me kurse 3 mujore. Pse shkrin akademinë e rindit ta? Që ta? Lëndova këmbën, lëndova të... Po, a i policë ti? A i trajnuar ti? Për që e trajnuar ti? Se trajnon për, duhet t'jenë trajnuar për grupe terrorista. Kishte grup terrorist Shqipëria, kështu për 5 minuta shuaj e gjitha me këta forca këta forca speciale, shumë ta. Këta forca shumë speciale. O shefi, me mberkun kaq shefi. Hapi gjithë ditën. Këtë shtet keni, këtë shtet po mbani. Këtë shtet po mbani. U lënduan policë, ka që të brisht që ka policë të. Se duhet nga mbroni ne. Po imagjino të ishte një sulmi i jashtëm ne kështu. Po ne sigur kemi qërkon e vetë të dytët në botë për gatishmërinë, mobilizimin popular. Po ku vajti gjithë kjo gatishmëri? Ku vajti? Ku? Se kështu provohet kur hapet vendi. Ku vajti gjithë kjo gatishmëri kështu pa u provuar? Apo ishin të tjere ata? Po kalamet atyre janë. Nuk e di këta komunistë prodhun dhe gjithë kalamet gjusmak. Ka që friki ki pas këne pas prindret, o gjusmak. Prodhun kalamet shumë gjusmak. Se shikoj edhe shumica që janë në administratë kështu jetojnë akome në prindrit, nga 20 vjeç, nga 50 vjeç, jetojnë me prindrit. Maj me taksa ne. Maj me taksa, s'majnë do të vetë në vetë, dhe i maj me taksa. S'majnë do të vetë në vetë. Po shikoj atje raportin, ishte unë që linçmëria Shqipëri 75%. A këto as nuk po përdor termin pjellin, po është term biologjik, pjellin. As nuk pjellin do të më. Shko bëni një botox aty të bëni, holloni zërin. Po si duja bëni këtë marrë likë, ta se shirë. So, ja dalu kështu, pa kreo, si duja bëni, si do na trëm një rrugë. Do na trëm një, si qëllisht. Do varë në ta. Si quna si goca. Se më shumë bëjt qunat kështu të anë. Se pas ka një lidhje të latashme, të qëdishme mes komunistëve dhe homoseksualve. Gjitha komunistët i prodhun këto deviacionet seksuale në Shqipëri. Homoseksualët mbuluar të frustruar gjithë. Ua, shefi, prekin shefi, më ka lënduar këmbën shefi. Shkone i dënjuar dhe ministrë. Mbaj shteta. Shumë mbaj shteti ma. Do në të provoni ose provojnë gjëndja e forcës shoqëri. Provojnë në anarki. Këta se mbaj dhe shteti me uniforma. Ta do në të shikoni në anarki që ata. Do në të shikoni në anarki që janë. Këta që i paguni o taksa. Dhe ashtu se kjo është video spontane dhe nuk e bëra as për analizës, por që e bëra më tepër si thirrje. Që në rast se shqiptarët me këtë ritëm që ka të depopularizimit, të shpopullimit, të uljes linçmërisë, të deviacioneve shoqërisë, të karikaturës që është bërë këtu, vazhdon kështu, e para as 10 vjet nuk e ka të mjetoj si shtet njerë, se është dhe shtet i ri dhe tregoj që nuk po e mban dot vetë si shtet. Se kanë futur patriotizmet, po këta që janë për shtet, kanë futur patriotizmet. Kosova, Shqipëria, bashkim, qa Kosova, Shqipëria? Kosova ka 7 vete, shpëtoj. Ka 7 vete Kosova. Po ju s'po mbani do të ka shtet. Po vazhdoj Shqipëria me këto ritme, e pare që nuk mbjeton si shtet më, sepse duket që nuk e mban dot vetë këtë lloj. Se duhet ishte ish fara keqe. Se futën gjithë farë një daistë të komunistit brenda, në struktura, dhe aty po të rashgojnë, dhe ka degraduar kështu. Nuk ka shqiptarë të pasur, nuk ka kështu shqiptarë të pasur. Nuk ka që kështu shqiptarë. Nuk ka që kështu shqiptarë. Këto janë demon të marrë nga Baltovina dhe nga shkurët të Shqipërisë.
Dhe judaistët kanë dhe këtë teorinë e shpirtrave parazitar në atë fenë e vet. Që gjen, po në atë lloj gjene gjën në mbështetje shpirtrat parazitar. Unë kam qenë një shkrim time vibrime të ulta. Tani që të vazhdoj. Po vazhdoj kështu, vjen dikush shtet më i fuqishëm se ty, që të kam patronazh dhe të merr sovranitetin, çdo gjë në dorë, qeverisjen e të tjerë, edhe të gjithë pushtetet që mbajnë një shtet. Pra të merr gjithë shtetin tënd, apo ndryshe do të quajë pushtim. Sot kohë moderne nuk quhen pushtim, po sidomos ekonominë ta merr dhe të shfrytëzon vendin tënd. Dikush më thot nga që nuk e lëviz pravanisë ka vëndit, thotë më mirë kështu, se nga zilën tuaj, të shirë ne kemi takat ne, mos e më prishin ratë fare. Po mirë, atër të zilën tuaj. O mos bëni bla 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 kod. Po duhet të tregoj njeriu që është shteta si një vendi që është mirë fjalë shteta, si shtetet sot ka një kufi, nesër ka një kufi tjetër, një krajin që nuk është në shtet, nesër është brenda këtij shteti apo është jashtë shtetit. Po si kom, ne jemi shqiptar, ne jemi kom shqiptar, po duhet ta tregoj njeriu që është shqiptar me një moment, si ka mundësi që nuk e ka mas një njeri këtë ndjenjën patriotike fare. S'ka mundësi që këtë transformim kështu. Ka që kisha, unë Eva, Pango, ju përshëndes, bëni si ta mendoni. Unë fjallën kam. Gjithë fjallën duhet kishën, për kanë bërë këtu fjallën. Gjëja me shenjtë, për momentin Shqipëri fjalla është. Fjalla pavarur.